Një video virale me pamje të rënda po qarkullon në rrjetet sociale, ku një vajzë e mitur shfaqet duke u dhunuar fizikisht nga dy bashkëmoshatare të tjera, ndërsa një e mitur tjetër filmon të gjithë skenën pa ndërhyrë duke tronditur opinionin publik. Pamjet tregojnë se viktima goditet në mënyrë të përsëritur me shuplaka dhe grushte dhe tërhiqet zvarr prej flokësh me një gjak ftohtësi dhe pandjeshmëri të frikshme. Ngjarja është raportuar në policinë e Fierit, ku menjëherë pas kallëzimit të 17 vjeçares së dëmtuar më datë 8 qershor, janë kryer veprimet hetimore dhe procedurale për këtë rast. Ndërsa më datën 9/6/2026 janë nisur materialet në prokurori, ku ka nisur procedimi për veprën penale dëmtime të tjera me dashje për 3 shtetaset e përfshira në këtë rast. 2 vajzat që ushtrojnë dhunë ndaj të dëmtuarës, 19 vjeçaria Leonela Lamaj dhe 15 vjeçaria MR, lindur dhe banuese në fshatin Byet, njësia administrative Portës, vuajnë nga çrregullime të shëndetit mendor. Ndërkohë mësohet se kjo e fundit është arrestuar për dhunë në familje më datë 29/6/2026 dhe është dënuar nga gjykata me mjekim të detyruar. Erdhi çupa u dhunuar, po nuk tregoi gjë çupa. Në momentin kur erdhi, ishte në kurs, doli nga kursi, dolën shoqet pa të para, e ra. Erdhi në shtëpi, i tha jema ku je, si që bërë me blana. Ku je vrar? Që smur, tha, bera mora surun, tha, edhe u godita, nuk tregoi. I kundërvua jema që ashu, vonë pasaj bazit e vonë i tha, tregoj që për pasaj. Tutu më mra. Voj që për në jo dhe iku bëj dirancim, polici. Ata da 8 asë një përgjigje s'ka marrë në policie e shtetit. Vinte gjithmonë dhe thosh një që ka marrë prokuroria në dorë, kur thëresi prokuroria. Ndërkohë sjellja e vajzës, si ka qenë gjatë kësaj kohe? Mbasi u vra. Mbasi u Që pa që vajtë në psikiatri, vajtë në Tiranë, të smurë, kaloj depresion. Me që kishtë dhe tashi e koma ka të frikën. Po dhe këtu ja edhe këtu të unë i rajnë herë këtu. Këlloj ishe burri me kapi, tha, po dhim po vrasin, thoshte për... Pra ka mbetur me trauma. Me tram. Ku të leon, tha, që të vrasin ty, tha, jam o këtu dhe që. Ajo më shtetë se ka për të pikraushën, ajo që ka pasë merë. Nëse dim se kjo ishte gjendje, për kure pam dhe ju habitën, se dim he se ka rau këshu. Rasti i Fierit fatkeqësisht i përsëritur duhet të shërbejë si një këmban alarmi për trinomin familje, shkollë, institucione për të parandaluar ngjarje të tilla tronditse. Para ditën e sotme, kreu i drejtorisë vendore të policisë Fier, Erion Ahmetaj, është parë për më shumë se një orë në ambientet e prokurorisë, ku sipas burimeve konfidenciale mësohet se fokusi i takimit me kryeprokurorin Elion Mustafaj ka qenë pikërisht zbardhja e plotë rrethanave të kësaj ngjarjeje dhe përcaktimi i përgjegjësive ligjore.